Përshëndetje të dashumiq dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot të dashumiq do të përgatisim hacapuri. Është një bukë tradicionale gjeorgjiane që përgatitet me djathë. Unë në fakt do i quaja dhe pite, përgatitet me fryrës ose dhe maja. Receta ka lloj-lloj të ndryshme, por kjo që po ju tregoj në video është versioni më i shpejtë, pa lodhje që përgatitet lehtë. Receta tradicionale është me djathë kaçkavall që shkrihet, por unë sigurisht e kam provuar dhe me djathë të bardhë dhe del shumë e mirë. Për përgatitjen e brumit të na nevojiten 2 vezë të plota, një gotë plot me qumësh 250 ml, 3-4 lugë gjelle vaj ulliri, 2 lugë kafe plur për pjekje fryrës baking powder, 1 lugë kafe krip. Nëse do përgatisim me djathë të bardhë, do kujdesni kripën, pak piper, një brez me sheqer. Gjithsej do ju duhen 200 g miell ose përafërsisht 10 lugë gjelle. Mund ta shikoni dhe me sy derisa brumi të harrojë këtë konsistencë që shikoni në video. Duhet të jetë pak më i hollë se brumi i kekut. Ja, pra siç e shikoni në video. E trazojmë dhe me një shpatull që mos të ngelet mielli i thatë dhe brumin e kemi gati, një brum shumë i thjeshtë dhe i shpejtë. Ndërkohë do na nevojitet një tepsi të madhësisë 30 me 32 cm. Poshtë do të vendosni letër për pjekje, është e rëndësishme që mos ju ngjitet në tepsi. Do e lyeni me pak vaj që të zëri kore nga poshtë dhe do të shtojmë pak më tepër se gjysma e brumit, diku te 3 të pesta të masës së përgatitur. Do e hapim me kujdes që të ketë brum njësoj nga të gjitha anët dhe tani do hedhim mbushjen ku do jetë djathë kaçkavall. Do na duhen diku te 200 g djathë. Do ruani diku te 1 dorë djathë, nuk do hedhni të gjitha në mbushje. Do i hedhim dhe pak sipër për ngjyrë. E shtypim pak me një lugë që djathi të zëri vend, të ngjitet me brumin dhe mos të lëvizi. Kështu do jetë dhe më e lehtë për ta mbuluar sipër. Do vazhdojmë duke e hapur brumin në këtë mënyrë. Siç ju thash, duhet të jetë një brum i rrjedhshëm, jo i fortë, që të keni mundësi ta hapni në këtë mënyrë. Sot ju prezantova versionin e shpejtë me fryrës baking powder, por përgatitet më së shumti dhe me maja. Përgatitja është e njëjtë, vetëm se do shtojmë maja dhe do e lëmë njanë që brumi të vi. Në rastin e sotshëm do e pjekim direkt, sipër siç e patë mbulua me brum. Nëse ngelet ndonjë boshllëk nuk ka problem, rëndësi ka që pjesa e poshtme të jetë shtruar mirë. Vazhdo me pjekjen, pjekim në furrë të parangrohur në 180 gradë. Unë e kam pjekur poshtë në zgarën afër fundit. Nga që lart ka djathë kaçkavall, merr ngjyrë më shpejt, ndaj më së shumti duhet kujdesni pjekjen nga poshtë. Nëse është e nevojshme, mund ta ulni dhe në fund fare. Pjekja do të zgjatet diku te 30 me 40 minuta. Varet sipas furrës tuaj. Konsumohet e ngrohtë që edhe djathi të jetë i shkrirë. Të njëjtin gjë mund të bëni dhe me djathë të bardhë ose mund t'i përzieni. Për ata që do e provojnë, punë të mbar dhe ju bëf të mirë. Gjithë të mirat.